Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Sot, me 23 qershor, ka mbaruar viti shkollor 2024-25, edhe ky vit, për disa komuna i suksesshëm, për disa me sfida dhe suksese, për të diskutuar lidhur me proceset dhe këtë vit shkollor në komunën e Prishtinës, e kemi të ftuar drejtorin e Drejtorisë për Arsim dhe Edukim, zotri Samir Shahini. Përshëndetje zotri Shahini, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit për ftesën e sim. Përshëndetje edhe për ju. Siç e njoftuam edhe në fillim të emisionit që sot ka mbaruar viti shkollor, si do ta kishi përkufizuar në komunën tuaj vitin shkollor 2024-25? Një vit i jashtëzakonshëm, si fjalë që përshkruam mendoj më së miri, sepse me të vërtetë ka pas zhvillime të jashtëzakonshme në kryeqytet, sa i përket arsimit parauniversitar. Është ndërmarrë një riorganizim masiv në gjithë komunën, po me theks të veçantë është implementuar në 5 shkolla tashmë sukses shumë mësimi tërditor. Për më tepër të jashtëzakonshëm e bën edhe forma në cilën po funksionojnë thuajse gjithë semestrin e dytë për shkak të mungesës së votimit buxhetit të kryeqytetit, e cila po penalizon çdo aspekt të funksionimit të kryeqytetit për mungesë të një qeverie, një kuvendi funksional në nivel qendror. Dhe sigurisht kjo e bën edhe më të veçantë si vete për diçka që do të mbahet mend edhe ky vit shkollor. Megjithatë, në anën tjetër, unë konsideroj që ka qenë një vit mjaft i suksesshëm. Kemi shënuar fillimin e disa investimeve, kemi shënuar përmbylljen e disa të tjerave, vazhdimin e plot investimeve për cilat pastaj do të flasim ndoshta edhe më detajisht. Dhe po ashtu e kemi kurorzuar në mënyrën më të mirë me shumë çmime të nxënësve tanë në vend dhe jashtë vendit, në gara të ndryshme, dhe me një vit pa shumë incidente fatmirësisht, pa ndonjë njoll, nëse mund ta quaj kështu, në tërësi në sistemin parauniversitar në komunën të Prishtinës, kështu që konsideroj një vit të mirë. Cila do t'i llogarisni si suksese të drejtorisë që hesni për këtë vit shkollor? Një prej sukseseve më të mëdha të Drejtorisë për Arsim në kuadër të komunës së Prishtinës bashkë me kabinetin e kryetarin është mësimi tërditor, organizimi i mësimit tërditor në 5 shkolla me mbi 3100 nxënës që tashmë po mbyllen sot në fakt vitin e parë të mësimit tërditor, një vit të plot në një organizim krejt ndryshe prej asaj që është bërë ndonjëherë në nivel vendi, nëse mund të them. Për më tepër, edhe në nivel rajoni nuk është bërë diçka e tillë, jo në këtë masë kaq të madhe. Dhe konsideroj që kjo është një prej sukseseve konsideruar suksese më të mëdha, duke marrë në konsiderat faktin që ka shku mrekullisht mirë përkundër disa gjetjeve me të cilat po merrem edhe do të përmirësohen gjatë verës. Ka shku jashtëzakonisht mirë edhe në kuptimin e shërbimit për fëmijët në ushqim, në realizim të investimeve që janë bërë para fillimit vitit shkollor në klasa, përgatitjen e hapësirave fizike, furnizimin me materiale të ndryshme të këtyre shkollave në aspektin e digitalizimit, sirtarëve, inventarit të përshtatshëm. Dhe për më tepër ky vit ka shënu brenda këtij viti shkollor ne kemi shënu edhe hapin tjetër, pra përgatitjen për vitin e dytë të zgjerimit të mësimit tërditor. Dhe kjo vit i ardhshëm shkollor do të bashkangjes edhe 7 shkolla të tjera në mësim tërditor në kuadër të komunës së Prishtinës. Për herë të parë shkolla nga fshatra do të bashkangjiten. Për herë të parë do të pilotohet edhe mësimi tërditor për ciklin 6 nan, pra do të kemi 2 shkolla që ndjekin mësimin tërditor nga klasa e parë deri në klasën e 9, flas për shkollën Ali Kelmendi në Barilev dhe shkollën Ditët e Minatorit në Kishnicë, që bëhen 2 shkollat e para në Kosovë, përveç Prishtinës, që do të fillojnë me mësim tërditor në të gjitha klasët, pra nga klasa e parë deri në klasën e 9. Përkundër kësaj, ne jemi në finalizim të disa projekteve shumë të rëndësishme infrastrukturore në arsim dhe disa të tjera që shënojnë gurthemelin gjatë këtij viti, sikur marr shembull qerdhën e re që presim të hapim këtë shtator
në kopshtin e ri në lagjen Dardania. Pastaj kemi një shkollë e cila shpresojmë që brenda muajit shtatorës e tetor do të hap dyert në lagjen e Mshir. Dhe sigurisht janë tri shkollat e tjera të cilat janë dy në renovim të thellë dhe një tjetër në ndërtim, shkolla që është thuajse në përfundim shtatore, shkolla e parë e hotelerisë dhe turizmit, hotelerisë tregtisë dhe turizmit të Prishtinës, një super objekt që është investim i komunës Prishtinës dhe jemi në fazën e inventarizimit të këtij objekti, do të hap dyert në shtator. Zoti Shrajni, po shkom me radhë azi. Patjetër. Si komunë, si kryeqytet keni filluar me mësimin të rritor. Çka ka qenë që ka shku më mirë se sa që e keni prit dhe sa ka qenë sfiduese, diçka që nuk e keni para pa, sepse del në rrafshin operativ, gjëra nuk shihen. Keni shumë të drejtë. Diçka që ka shkuar zakonisht mirë është pritja që kanë bërë fëmijët këtij modeli të funksionimit. Unë këtë të them me bindje të plot sepse kam zhvilluar bisedat pa numërta me nxënësit drejt për drejt në shumë prej klasave, në moment kur ata ishin duke ushqyer, në moment kur bëjnë aktivitete të ndryshme, qoftë në sallë sporti, qoftë në korridore apo në parqe të qytetit dhe përtej klasës e kam fjalën. Dhe mirëpritja që i kanë bërë fëmijët për nxënësit e ciklit 1-5 të këtyre 5 shkollave të mësimit të rritor, mendoj që është suksesi më i madh i këtij procesi. Pastaj në anën tjetër është edhe mirëpritja nga ana e prindërve në masë të madhe, sepse kemi sigurisht gjithmonë raste që në rrafshe personale mund të mos jetë modeli më i mirë për dikë, qoftë orari, qoftë çfarë do arsye tjetër, mirë po në rrafshin e përgjithshëm është prit jashtëzakonisht mirë prej prindërve. Si është prit nga stafi, nga mësimdhënësit, nga kuadri i shkollave? Nga stafi është prit mirë, në masë të madhe kemi pas disa vështirësi në akomodim të orëve mësimore në fillim të këtij modeli, sepse nuk kemi gjetë dorë të zgjatur, të jemi sinqertë edhe nga niveli qendror që të bëjë një lloj rregullimi të normës, qoftë në zgjatjet kontratës, në kuptimin e orëve të përgatitjes dhe atyre të ekzekutimit, sepse nuk është më i njëjti modeli funksionimit sikur një mësimdhënës që mban 20 orë dhe 20 përgatitje në shtëpi. Pra në vazhdimsi kur është kërku diçka nga ana e komunës drejt ministrisë, nuk është që kemi gjetë shumë bashkëpunim dhe kjo na ka lënë të vetëm në adresimin e nevojave të mësimdhënësve dhe kërkesave të tyre. Pastaj fatkeqësisht në masë të madhe mësimdhënësit janë instrumentalizuar, konsideroj unë, ata që kanë qenë më të zëshëm në kundërshtim nga sigurisht edhe nga partitë tjera politike. Po kjo është pak e rëndësishme sepse në masë të madhe mësimit të rritor ka gjetë dashamirë edhe ka gjetë mikpritje të jashtëzakonshme edhe nga niveli i mësimdhënësve. Unë bisedat pa numërta sikur me nxënësit kam zhvilluar edhe me plot mësimdhënës dhe kam mirëpritur edhe sugjerimet e tyre që të ndryshojmë edhe aktivitetet e pasditës, që do të fillojmë nga kjo e ajta sepse sot përfundojmë mësimin dhe kemi gjithë verën përpara të reformojmë edhe tutje, të rregullojmë edhe më tutje edhe më mirë procesin e orëve jashtëkurrikulare të pjesës së pasditës, të gjejmë zgjidhje më të qëndrueshme sa i përket orëve dhe angazhimit të mësimdhënësve. Për shembull, një zgjidhje që kemi gjetë është rritja edhe e vlerës së koeficientit të pagesës për mbi normën për këta mësimdhënës. Nga 4.95 sa ka qenë kemi kaluar në 5.95 nga muaji i kaluar. Megjithatë kjo duhet të miratohet nga dikasteret përkas në nivelit qendror. Niveli lokal nuk mund të ndryshon koeficientin. Jo, absolutisht. Këto janë pagesat që bën nga tyrat e komunës dhe ne si të tilla i dorëzojmë në thesar dhe ato aprovohen sepse janë mjetet të qytetarëve të kryeqytetit që derdhen në buxhetin tonë. Pavarësisht sepse shpesh keq kuptohet në opinion mjetet që arktohen nga kryeqyteti, nuk janë të dikujt tjetër, pavarësisht se ekzekutimin të ndryshimi i koeficientit, që sa mund të ndryshon. Është pjesa e mbi normës që është edhe në kompetencë të komunës. Mësimi të rritor ka edhe kosta. Sa keni mundur të mbuloni këtë koste financiare? Shumë mirë që e hapët edhe këtë temë rësim, sepse kjo është me të vërtet një kosto e madhe. Dhe një, mund të them, barra më e mirë, më e lezetshme, po edhe me të vërtet është barra e rëndë edhe për buxhetin e kryeqytetit në një të ardhme kur gjitha shkollat dhe gjithë nxënësit e kryeqytetit synojmë të kemi në mësim të rritor. Në kuptimin e shujtave, materialeve, vizitave studimore, sepse mësimi të rritor do të jetë më atraktiv, do të ketë më shumë shpenzime për të qenë më atraktiv. Në këtë fazë sa jemi deri tash, pengesa vetëm ka qenë mos aprovimi i buxhetit nga niveli qendror, përderisa nuk ka qenë as pak barë në këtë numër sa e kemi sot. Por mund të jetë nesër nëse ne nuk gjejmë mbështetje financiare
deri dhe të mjeteve ekstra nga niveli qendror për te atyre në cilat disponon komuna e Prishtinës. Dhe të njëjtin model duhet ta shohin si të dobishëm edhe ministria, sepse hiq më larg se dje unë pash një lajm që komuna e Kamenicës, që është një komunë ndonë me njëjta parti me qeverinë, kishin fillu grupet punuese për hartimin e planit për mësim tërditor në komunën e Kamenicës, që më bëhet jashtëzakonisht shumë qefi dhe shoh që ky model po kopiohet edhe përtej partive politike, sepse ashtu duhet shihet, është model i funksionimit në të mirë të nxënësve, para se të jenë në të mirë të çka do ose kujdo tjetër. Edhe besoj që kjo e fuqizon më tutje rastin ton në sytë edhe të ministrisë dhe të opinionit. Por mund të jetë barë e rënë nëse ne nuk arrim në të ardhmen, nëse ne nuk arrim të sigurojmë edhe mbështetjen nga niveli qendror, që unë e marr me shumë shqetësim dhe në vazhdimsi jemi syçel ndaj lëvizjeve dhe në nivel qendror, sepse është me të vërtetë e kushtueshme si proces, aq më tepër që ne kemi marrë përsipër gjitha shpenzimet si komunë. Pra, prindërit kanë zero kosto sa i përket mësimit tërditor tani për tani. Një problem që e ka përcjellë Prishtinën, po është edhe infrastruktura shkollore, mbi popullimi klasëve me nxënës. Ende nuk ka marrë zgjidhje. Ka klasë dominuar me numër rekord të nxënësve. Ka shkolla me theks të veçantë, të cilat është ngarkesë, edhe për mësimdhënësin, edhe për nxënësin, edhe është sfidë. Ende nuk ka marrë zgjidhje. Në mas të madhe, unë mendoj që është zgjidhur, se përket numrit të madh të nxënësve. Ende kemi një vertikale të 3 shkollave të mbi ngarkuara, të cilat duhet edhe do të gjejnë zgjidhje shumë shpejt, sepse jemi duke punu në këtë drejtim. Kur them për vertikale, kam fjalën për shkollën Dardania, që ka një numër më të madh të nxënësve. Pastaj kemi shkollën Hasan Prishtina dhe Ismail Qemali. Kjo vertikale mban mbi 5.000-6.000 nxënës në tërësi vetëm në këto 3 shkolla, mbi 6.000 nxënës janë. Dhe sigurisht që numri i nxënësve për brenda klasave është ende i lartë. Kemi një mori shkolla që po ndërtohen për rreth kësaj zone për të shkarkuar këto shkolla dhe për të mundësuar në të ardhmen të afërt edhe kalimin e këtyre shkollave në mësim tërditor. Pra jemi në përfundim të shkollës në lagjen e Pshir, në lagjen Qendresa, pastaj nëse i shkojmë në formë harkore rreth qendrës së qytetit, lagjen Prishtina e Re, pastaj te Pallati i Drejtësisë, lagjen Kodrina te rruga C dhe shumë shpejt do të fillohet edhe një shkollë tjetër në lagjen në rrugën C në atë pjesë, që ndikon drejt për drejt në shkarkimin e Ismail Qemalit, për shembull, sepse është në vija erore aty, dhe deri në Sofali. Pra ka një mori shkolla që po ndërtohen dhe disa me partneritet publiko-privat, disa me financim nga kryeqyteti, por kjo është duke u zgjidhur dhe kjo vertikale e vetme që ka mbet e pa trajtuar deri më tani, mund të shtojmë kësaj edhe shkollën Pavarësia që ka shënuar një rritje të madhe në numrin e nxënësve për shkak të ndërtimeve të vazhdueshme në atë pjesë të Prishtinës, por nuk është diçka që nuk do të zgjidhet, mendoj, brenda 2 viteve të ardhshme maksimalisht me finalizimin e këtyre shkollave. Për më tepër që paralelisht me zgjidhjen e numrit të madh të nxënësve, të gjitha këto shkolla mund të akomodohen për mësim tërditor. Zoti Shreni, cili është bashkëpunimi me shkollat si drejtori e arsimit? Sa janë llogaridhënës para jush dhe sa janë bashkëpunues në punën që kryejnë? Sa jeni kënaqur si drejtori i arsimit me efikasitetin e mësimdhënësve dhe drejtorëve të shkollave si nivelin e mesëm të lartë, ashtu edhe shkolla filluar dhe nivelin e mesëm të lartë? Jashtëzakonisht shumë, dhe këtë theksoj me krenari që ne kemi një batalion mësimdhënësve, e batalion sepse edhe për nga numri janë batalion, të jashtëzakonshëm. Gjithmonë i lëm hapësirë përjashtimeve dhe punojmë me përjashtimet. Në vazhdimsi trajtojmë përjashtimet. Mirë, po tërësia është ajo që neve na intereson dhe më bën jashtëzakonisht shumë krenar që kemi një batalion mësimdhënësve të cilët e dojnë arsimin, sepse po se dashte këtë sport nuk funksionon për shkundër ngarkesës, fakti që din të jetë shumë shterruese për nga ana e energjisë puna me fëmijë, vetëm kush ka punu me fëmijë me nxënës e kupton këtë pjesë. Nga ana e drejtorëve, fjalët më të mira kam sepse janë menaxher me përvojë, janë menaxher shumë të mirë të infrastrukturës, të komunitetit që ajo shkollë mbulon
dhe jam jashtëzakonisht krenar për ekip që kam, sepse unë ata e quaj ekip, ne përveç drejtorisë të arsimit, që nuk e bëjnë ndarjen ku fillon te drejtori deri te mësimdhënës, atje jemi gjithë një shtëpi, jemi gjithë një ekip, mendoj që jam me fat për kolegët dhe koleget që kam, dhe vetëm se çka duhet fokusohemi është gjithmonë ndjekja e hapave, të trendeve, të teknologjisë, të zhvillimit profesional të mësimdhënësve dhe mos të lëm këtë vetë kënaqësi nganjëherë me rezultate të ndryshme, të na bëjë shumë komod, të mos kërkojmë llogari nga mësimdhënësit dhe nga drejtorët në vazhdimsi. Gjë të cilën e bëjmë në forma të ndryshme, ne monitorojmë shkollat si drejtoria e arsimit, nga dokumentacioni deri te infrastruktura, në të gjitha aspektet kemi krijuar forma të ndryshme të raportimit, të gjendjes infrastrukturore, forma të ndryshme të raportimit, të proceseve ndryshme edukative arsimore, zhvillimit të stafit, e të tjera të panumërta me cilat punojmë në baza ditore, dhe besoj që Prishtina, përveç që jam thellësisht i bindur për këtë pjesë që i prind vendit për nga cilësia, duke filluar nga mësimdhënësit deri tek kuadri që unë udhëheq në drejtoritë të arsimit, lehtësisht kjo drejtori dhe ky ekip mund ta udhëheqë edhe arsimin në nivel vendi nga ana e Ministrisë së Arsimit për sa i përket cilësisë dhe punës kolosale që bëhet. Pak më herët derisa ishim jashtë kamerave, ishim të përmendë edhe këtë pjesën e ngarkesës që ka ministritë dhe niveli lokal. Dhe unë shpesh herë them që ministria, jo vetëm zonja Nagafci, por edhe gjithë zyrtarët aty shohin letra, dokumente, derisa ne shohim prindërit dhe nxënësit dhe mësimdhënësit sy me sy çdo ditë. Zotëri Shajni, kjo na bën goxha më jo vetëm në kryeqytet, por pothuajse në tërë Kosovën, infrastruktura duket e përparuar në krahasim me vitet e tjera dhe në zhvillim. Po një breng që është për çdo prind, për çdo nxënës, për çdo njeri që e dën arsimin, është ngritja e cilësisë. Në çdo rezultat Kosova nuk tregon rezultate të kënaqshme. Një nga faktorët kryesorë që janë edhe drejtoritë lokale në kodët të kësaj, sepse është në aspektin operativ të punës. Çfarë duhet të bëhet që të ndryshon kjo qasje dhe sa po bëhet? E përmendet ju që duhet zhvillim profesional, por ato ju çdo herë mësimdhënësit i ndjek duhet të vijnë nga qendra edhe nga niveli lokal. Sa keni bërë në këtë drejtim? Por jo vetëm, ne mund të bëjmë edhe ne mund të bëjmë mjaftueshëm, edhe shkolla mund të bëjmë mjaftueshëm në zhvillim të mësimdhënësve të tyre. Krejt çka duhet është një menaxher i mirë, ose menaxhere. Megjithatë, se përket rezultateve dhe di që shumë herë i referohemi rezultateve në PISA, unë mendoj që ne si tërësi vendi jonë mëson në formë ndryshe prej asaj që vlerëson PISA. Kjo është ajo në cilën ne duhet të fokusohemi dhe po fokusohemi përmes mësimit tërditor. Kjo është puna që do ta bëjë diferencën. Sepse ajo që mësohet në klasat tona nuk pyetet në PISA. Nuk pyetet në shumicën e nevojave ose nuk merret parasysh në nevojat praktike të tregut punës. Sepse ne mësojmë në aspektin teorik më tepër, në mbamendje dhe jo në shfrytëzimin praktik të atyre njohurive që neve na duhen në jetën e përditshme, e të cilat i mat pastaj edhe testi PISA, pikërisht në atë formë funksionon. Edhe të tjera teste që ne mund të arreshtohemi të fundit ose të parafundit fatkeqësisht. Megjithatë, ne si institucione drejtuese, a kemi bërë që të ndryshojmë këtë çështje të mësimdhënies? Jo mjaftueshëm, sepse edhe nuk mund të ankohemi në infrastrukturë, ja thatë shumë mirë, sepse ne kemi kabinete të mira, në masë të madhe kemi kabinete. Krejt çka duhet është të shkarkojmë pak mësimdhënësit që takon ministrisë nga barra administrative. Ti lëm hapësirë kreativitete dhe punës praktike me nxënës. Aktualisht me këtë kurrikul ekzistuese dhe me ngarkesën administrative që kanë mësimdhënësit, ata krahasohen me zyrtarët administrativ të komunës ose ministrisë për nga niveli i ngarkesës që kanë. E kemi parë këtë edhe në punën që është bërë për mësimin tërditor, sa shumë ka ndikuar në ngarkesë shtesë jashtë kurrikulare për mësimdhënës, pikërisht për barra administrative që ata kanë. Megjithatë në kurrikul nuk është vetëm pengesa administrative, janë edhe ngarkesë, jo pengesë. Ngarkesë, po si ngarkesë krijohet pengesat, më pas edhe shkojmë sepse kurrikula dën përkrahje institucionale, dën aktivitete të cilat duhet të kryhen, dën angazhim nga drejtoritë përkatëse ose nga ministria për të kryer ato aktivitete, dën një mësim, një qasje të ndryshme që duhet i qasëm. Dhe shpeshherë mësimdhënësi hasnë pengesa në këtë drejtim. Po ka shumë hallka rësim, pra kemi
ndoshta në një situatë kemi një mësimdhënës që nuk mund t'i qaset materialeve të shumta për shkak mungesës gjuhës angleze. Pa numërta, burime të ndryshme, sepse gjuha angleze mund të thënë sot një botë komplet e re. Mungesa e aftësive të përdorimit të internetit, të rrjeteve sociale ose materialeve teknologjike nga mësimdhënës të tjerë, të moshës së caktuar, është një pengesë tjetër. Por kemi kategori të ndryshme të mësimdhënësve të cilët nuk kërkojnë trajtim të njëjtë. Pra duhet t'i qasim ndryshe një grup moshe të caktuar, duhet t'i qasim ndryshe një mësimdhënësit ose një grupit mësimdhënësve që është i njohur me teknologjinë dhe me gjuhën angleze ose ndonjë gjuhë tjetër që mund të qasin në materiale ndryshme. Dhe po ashtu t'i qasim tjetër atij që thjesht nuk e ka shumë për qef arsime. Që kemi edhe të tillë, që thash ne merremi me ta. Po e pate për qef arsimin, po e pate me pasion mësimdhënien dhe këto të tjera ti merr gjatë rrugës. Mendoj që nuk kemi asnjë arsye që të mos jemi nesër baraz me të tjerë. Por ka mungu një qasje në zhvillim profesional të mësimdhënësve që ende nuk e shas në horizont duke u marrë, sepse këtë duhet koordinohet nga niveli qendror, s'ka diskutim, pavarësisht grimcave me cilat ne mund të bëjmë në nivel lokal, kush më pak e kush më shumë. Një qasje në nivelin qendror në rregullimin e zhvillimit profesional të profilizuar, të personalizuar, sipas nevoja. Dhe dini atë analogjinë me peshkun dhe leprin nëse i fut në garë, pra dallon ambienti, dallon ambienti se ku ata funksionojnë. Edhe këtu mendoj që çka kemi servu të mësimdhënës ndër vite ka qenë dy probleme. E para, qasje uniforme, në dy kemi pas një reformë të shpeshtë, ndryshime të shpeshta, qoftë në kurrikul, qoftë në organizim. Na nuk kemi shtet që 200 vjet, por me kalu pa klasë të 5 me mësimdhënës të shumë fesht, pa klasë të 9. Pra kemi kalu në reforma të ndryshme, organizime të herpashershme, me kurrikul kështu, me kurrikul ashtu, me gjuhë angleze nga klasa e parë ose tutje nga klasa e tretë. S'kemi po nga institucionet si qendrore ashtu lokale mbështetin nga mësimdhënësit, nëse kanë pas një zhvillim profesional apo një ndjekje të trajnimit, me ato ditë trajnimi ka përfunduar çdo gjë. Sepse ka mbetur në dëshirën e tyre sa mund të aplikojnë dhe sa nuk mund të aplikojnë. Shumë e drejtë. Ku qëndruar këto institucionet lokale dhe qendrore në mbështetje të mësimdhënësve, sepse një program të cilin ndiqet duhet të matet sa po zbatohet edhe sa po ndihmohet mësimdhënësit derisa të hyjnë në praktikë. Shumë e drejtë. Unë vite më parë sa ishim pjesë e shoqërisë civile dhe unë isha pjesë e një organizate që punonim në rritjen, në kontribut në rritjen e cilësisë në arsim. Propozonim që të bëhet një lloj platforme përmes të cilës mësimdhënësit kemi një e-Kosova ose kemi një platformë ngjashme Superpuna ose të tjera që lehtësisht po krijohen, po nuk është që kemi diçka të ngjashme për arsim dhe për mësimdhënësit që të shkëmbejnë dhe të mirëmbajnë ato njohuri me njëri tjetrin. Në platformë të tillë mendoj që është e nevojshme dhe diçka të tillë në të ardhmen do ta krijojmë në nivel lokal në kryeqytet sepse mbartim mbi 3100 mësimdhënës dhe personel tjetër, pra është e nevojshme. Në këtë platformë mund të shohim se ku kemi, në bazë të kategorive. Ku kemi mësimdhënës të gjuhës angleze, sa prej tyre kanë ndjekur këtë trajnim, sa prej tyre janë monitoruar nga drejtori i shkollës, dhe të fusim dhëna në vazhdimsi që ne edhe të marrim situatën reale nga tereni, por edhe të investojmë aty ku duhet, sepse shpesh herë po na ndodh që për shkak mos mbajtjes shënimeve, që thatë edhe mos përcjelljes situatës, një mësimdhës ndjek 5 trajnime, një tjetër nuk arrin ndjek asnjë. Pra diçka e tillë, një platformë e obligueshme për gjithë mësimdhënësit, ku evidentojmë nevojat, ku evidentojmë mundësitë, ndajmë me ta aty edhe mundësitë e trajnimit vendore ndërkombëtare është super e nevojshme. Unë të tillë propozim kam dhënë vite më parë për nivelin qendror që të dizajnoj diçka të tillë, sepse platformat kanë një kost në fillim kur dizajnohen, po pastaj mirëmbajtja nuk është edhe aq barë e rëndë për shtetin, sidomos nëse është e nevojshme. Zoti Shajni, gjatë bisedës sonë disa herë u munduat ose potencuat që të shihni edhe sfidat të cilat keni pasur në bashkëpunim institucional. Cili është bashkëpunimi institucional? Drejtoria e Arsimit, Ministria e Arsimit. Gjatë këtij viti shkollor, pasi jemi në fund të vitit shkollor, dhe cilat kanë qenë anët pozitive dhe sfidat të cilat keni hasur. Fatkeqësisht nuk është në nivelin që do duaj. Them troç se kemi pse ose si ta fshehim, nuk është në nivelin që duhet. Paramendoni këtu ngjitun me ndërtesën e qeverisë edhe ngjitun me ndërtesën e ministrisë.
po zhvillohet programi mësimit erditor në baza ditore për 3100 nxënës. Kur ka qenë ministra për ta vizituar ndonjërin prej këtyre shkollave, për të shprehur interesim? Asnjëherë. Pra, kjo tregon, mendoj që është indikator kryesor për të pasur se ku i kemi interesimin e ministrisë për një riorganizim kaq masiv edhe kaq të nevojshëm konform nevojës për rritje cilësisë, për cilën po flasim për gjitha studio televizive, po thuajse askush deri më tani nuk ka ndërmarrë diçka kaq konkrete dhe kaq të kushtueshme dhe kaq masive, sikur kryeqyteti. Dhe në anën tjetër ne kemi nisë një proces të themelimit të shkollave, institucioneve të ndara, sepse kemi klasat 6-9 që po funksionojnë në një objekt, një 5 në një objekt tjetër. Dhe këto s'mund të kenë një drejtor që shëtit nga një shkollë tjetër. Duhet themelohen si institucione të ndara. Për shumë arsye, shkolla duhet funksionojnë një 5 dhe 6-9, jo të përzierën në një objekt. Dhe këtë proces kemi dorëzuar aplikimin në ministri, kemi marrë fatkeqësisht përgjigje negative për mungesë të bazës ligjore për ta bërë këtë riorganizim. Dhe ne po shohim edhe mundësitë të tjera përmes zyrës ligjore në Komunë Prishtinës që të gjejmë zgjidhje. Mirë, po si proces e kam thënë edhe në studiot e tjera, po e them edhe këtu te ju, nuk ka kthim mbrapa. Procesi mësimit erditor nuk është diçka që kemi fillu pa menduar, pa kalkulime, ose që është fillu me ndonjë qëllim tjetër përveç të mirës së arsimit në vend. Sa ju ka ndihmuar, së lehtësuar, Ministria e Arsimit e përmendëm si problem aspektin infrastrukturor të shkollave, apo së keni bërë kërkesë në ndërtimin e shkollave të reja së bashku, ose vetëm Ministria nivelit qendror, Ministria e Arsimit? Ne kemi disa objekte që janë ndërtim bashkëfinancim, për shembull ky kopshti në Dardani që përmenda, pavarësisht që është tash që lëshohet në shtator, është financimi i Bashkimit Evropian, mirë po inventarizimi mbështetet nga ana e Ministrisë së Arsimit. Dhe nuk është që nuk kemi në aspektin e infrastrukturës bashkëpunim. Këto nuk mund ta mohojmë. Kemi pas edhe një interesim edhe nga ana e Ministrisë për të shpenzuar para dhe duke kërkuar tokë për ndërtim të kopshteve, që shumë pak komuna kanë arritur ta sigurojnë edhe për shkak mungesës reale që është politizuar pastaj, po është pak e rëndësishme. Ne kemi siguruar mjaftueshëm parcela, opsione për ministrinë që të investojë. Një të fundit tash po presim që ndoshta gjatë verës sigur themel ta vendosin në Bardosh një kopshtëri. Dhe në anën tjetër kemi bashkëfinancim edhe për ndërtimin përmes Lux Development dhe Ministrisë së Arsimit, që është u renovu thellësisht objekti i Gjingazullit, shkolla e re që pritet të lëshohet, shpresojmë në këtë shtator në Emshir, dhe të tjera përplot. Mirë, po unë mendoj që këtë pjesë e përballon edhe komunën, nuk është problemi më i madh infrastruktura, sepse këto janë ndërtime që për të cilat komuna edhe mund të merr përgjegjësi, sepse edhe ka infrastrukturën e ligjore dhe mundësitë fizike dhe monetare që t'i bëj. Po ato që se kemi ne mundësinë, aty kërkojmë mbështetjen e ministrisë, sikur janë shujtat, sikur janë rregullimi i kurrikulës, programet për fëmijë në mësim të erditor, lehtësimi i regjistrimit dhe themelimit të shkollave të reja. Pra këto procese ne mendoj. Zhvillimi profesional që e përmendëm. Zhvillimi profesional, po ashtu që është shumë i rëndësishëm. Mendoj që këtu duhet të jetë fokusi i ministrisë dhe të mos shndrohet Ministria e Arsimit në Ministrinë e Infrastrukturës, sepse janë të ndara dhe mund të jenë kode të veçanta ku ministria kërkon projekte dhe mos të jetë temë kryesore infrastruktura për ministrinë. Ka shumë punë të tjera. Zotë Shajni, shpeshherë ndodhen që ngjarjet të dominojnë 3 ose 5 ditë dhe më pas të harrohen. Po flasëm në ditën e fundit të vitit shkollor 2024, por për problemin që ishte në fillim të këtij viti shkollor. Ishte pajisja me tekste shkollore. Ishte një anarki totale në librari, po ashtu një reagim i prindve, mësimdhënësve që derisa u pajisin me libra. Çfarë po bën drejtoritë, këtë rast drejtoria juaj e arsimit, apo keni bërë shkresë në kashi Ministrisë së Arsimit që këto probleme që kanë qenë në fillim të vitit 2024-2025 të eliminohen? Shumë pikë e rëndësishme. Sepse tani duhet të mendojmë për fillim vitit. Absolutisht, nuk kemi herët, jemi vonë që të fillojmë planifikimin gjithmonë, sepse 2 muaj shkojnë shumë shpejt dhe ne në zën shtatore prap uroj që jo në situatën e njëjtë. Hiq më larg se sot djen fakt, edhe pse ishte e diel, kërkova nga drejtorët e shkollat të Prishtinës që të mos kushtëzojnë nxënësit e klasave 6-9 të kthejnë librat e përdorur për të marrë librezat.
sepse kështu ka qenë një lloj informate shpërndar nga Ministria e Arsimit. Ata duhet i kthejnë librat që të japni ju librezat, sepse nuk po financojmë. Edhe ne ka një farë rregull një vit po, një vit jo, për klasa 6-9, ndërsa për ciklin e 5 i financojnë në tërësi. Ende asnjë njoftim zyrtar nuk e kemi. Përfundoi viti shkollor, asnjë njoftim zyrtar nuk e kemi. Prandaj unë sot, në mos sot nesër do dërgoj edhe më njëherë një shkresë drejt Ministrisë për të kërkuar një sqarim se kur, si dhe kur do të rregullohet çështja e librave, që të mos na përsëritet situata e njëjtë. E thënë që ende nuk janë shpërndar katalogjet për libra, për shtëpitë botuese, për përzgjedhjen nga mësimdhënësit. Asnjë lëvizje nuk ka deri tash. Asnjë lëvizje nuk kemi. Pritet të filloj si proces. Na ka njoftuar që gjatë kësaj jave mund të filloj, po zyrtarisht nuk kemi asnjë shkrim. Unë nuk kam asnjë njoftim. Për më tepër kemi një zyrtar të Ministrisë që telefonon një zyrtar të Drejtorisë të Arsimit për të njoftuar për këtë që ju thash më herët. Fatkeqësisht nuk kemi njoftime zyrtare ende nga ana e Ministrisë. Si Drejtoria e Arsimit, çfarë mund të bëni apo çfarë duhet të bëni ju, sepse tek e fundit po përballen shkollat, po përballen drejtoritë komunale me këtë shqetësim. Çfarë duhet të kërkoni nga Ministria, sepse ka qenë edhe një shqetësim më vonë që aplikimi për libra ka ndodhur edhe jashtë vendit. Më pas ka bërë kërkesë Ministria përmes drejtorive përkatëse nëpër shkolla që të identifikojnë kush është nxënësi i asaj shkolle dhe kush jo. Ku vetë këtë fakt e bën nga Ministria. Çfarë duhet të ndryshon këtë drejtim? Në këtë drejtim unë mendoj që fillimisht është nis mbrapsht, sepse nuk mund të shkoj kjo pa përgatitje paraprake. Ne folëm më herët për sa shumë përgatitje ka marrë mësimit rreditor që të shkojnë në 7 shkolla e sa shumë po punohet, sepse ashtu hyn në Qorsokak dhe zën problemet që i kanë zënë Ministrinë me librat. Ose edhe komunat për më tepër, se nuk është hallet e Ministria, sa është hallet e ne që përballemi pastaj me prind në bazë ditore. Pra është dashur të bëhet një verifikim, fillimisht i mirë, i sakt, i prindërve dhe atyre që mund të aplikojmë, sepse në moment që hapne i Kosova me 1000 euro të shkojnë në diaspor, pa të keqen e tyre, sepse ta janë qytetarë po ashtu të këtij vendi mirë, po aty nuk i duhen librat. Dhe të tjerë që kanë betur për mos njohuritë, shfrytëzimit platformës ose mungesë të kohës, siç kemi pasur rastin e shumë policëve të ngarkuar me detyrë në veri, të cilët nuk kanë arritur në kohë të plotësojnë dhe kanë mbetur pa pjesën e subvencioneve. Dhe shumë të tjerë që nuk i kanë gjetë librat të cilat i subvencionojnë ose kanë qenë më shtrejt. Pra është anarki totale, thatë shumë mirë ju, ka qenë një anarki totale në vitin e kaluar dhe kam pas një vit plot që të filloj përgatitja. Tulen të bisedojnë me ne, çka ka shku keq, çka ka shku mirë, cilat mund t'i marrim si mësime. Zarë interesim, deri me tash. Jemi tash në fund vitit shkollor, shpërndajmë librezat, nuk kemi njoftim se si të veprojmë, përveç një telefonate. Dhe mendoj që koordinimi i parë me herët, me drejtoritë komunale, ne kemi një kolegjium të drejtarëve në nivel Kosove, përmes asociacionit komunave, një takim do duhet të organizojmë muaj më parë, jo tash. Mirë, po dhe tash është më mirë se sa fare, që të thirremi maksimalisht në fillim të javës tjetër, të koordinohemi dhe të shkojmë uniform në qasje. Subvencionimi përmes e Kosovës nuk mendoj që ka qenë mënyra më e mirë. Ditë më parë qeveria e Kosovës në detyrë ka dhënë një informacion që do t'i rrisë pagën për 55 era sektorit publik, 4 atyre edhe mësimdhënësve. Si e keni pritë këtë? Prej një kurrikut, domethënë. Mirë shumë, gruaja ime është mësimdhënëse, ajo ka mirë pritë më shumë se unë, dhe besoj që gjithë mësimdhënësit, unë në vazhdimsi e them që mësimdhënësit nuk paguhen sa punojnë. Dhe ne nuk mund të kërkojmë, duhet kërkojmë llogarimi, po duhet japim edhe hakun. Është një prej masave më të mira që mund të bëjmë si shtetësh që t'ju jepet haku mësimdhënësve në kuptimin e punës që bëjnë të paguhen. Kjo është mirë pritur dhe mirë se ardhur dhe sigurisht që i kontribon edhe rritjes së cilësisë, sepse tani ne mund të jemi edhe më këmbgulës në ato që kërkojmë. Flas për menaxhment shkolla, flas për menaxhment në nivel komunal, por edhe nga ana e ministrisë mund të kërkojmë llogari më tepër. Është domosdoshme që të përcillet inflacionit, përcillet situata ekonomike në vend dhe konform kësaj të ecë dhe përshtatja e pagave të sektorit publik, sepse ndryshe dini që nuk mund të presim nga mësimdhënësit të cilët mbartin barën e familjes, koncentrim në një orë mësimore derisa mend i kanë të shporta e ditës ose e javës. Të shtunën është mbajt testi i maturës, ndërsa më 27 qershor mbajt testi e rreshmërisë. Si ka shkuar?
mbarvajtja e testit të maturës dhe sa jeni përgatitur si drejtori në mbajtjen e testit të arritshmërisë që do të mbahet në 27 qershor. Testi i maturës ka shku konsideroj jashtëzakonisht mirë, edhe pse është me disa probleme, po ato janë të pavërejshme në tërësi, në rrafsh përgjithshëm ka shku mirë, nuk kemi pas paktën flas për komunën e Prishtinës, ka pas disa përjashtime të nxënësve me raportet që kemi marrë nga drejtorët e shkollave në 25 shkolla është mbajtur këtë vit në Prishtinë. Disa përjashtime aty këtu në bazë të gjetjes së telefonave, por fatkeqësisht edhe këto përjashtime kanë mund të mos ndodhin për shkak se vetëm ka mungu një sqarim në kohë se si të vendoset për telefona çfarë të bëjnë nxënësit. Unë isha në disa qendra dhe kishte paqartësi në mes përfaqësuesit të ministrisë dhe drejtorëve të shkollave se si të veprohet. Ti themi nxënësve ti lën telefonat në hymje, apo mund t'i marrin klasë dhe pastaj po i ra nga xhepi penalizohet për me largim nga testi. Pra këtu ka qenë një farë paqartësie, kjo është vërejtja ime për këtë vit për test. Në anën tjetër kam pas rastin që të bisedoj edhe paraprakisht me disa nxënës. Më është dukë që është një energji e mirë, një përgatitje e mirë e nxënësve për këtë vit. Dhe tash të premten e kësaj jave kemi testin e arritshmërisë, i cili kontrollohet pastaj më shumë nga niveli lokal. Dhe sepse e dini testi maturës në tërësi edhe testimi edhe hartimi shkon nga niveli ministror. Por të shohim, ne jemi optimist që jemi më mirë se vitin e kaluar, pak më keq se vitin që vjen, dhe shpresojmë që jemi më mirë se vitin e kaluar. Zotë Shahini, për fund, edhe pse nxënësit kanë shkuar në pushim, drejtoria e arsimit dhe aspekti lokal mendon që të përgatitet për 1 shtator. Kur e shtojmë faktin që ky vit është edhe vit zgjedhor, çfarë do të bën drejtoria e arsimit në përgatitjen e fillimit të mbar të vitit shkollor 2025-26, sepse viti mbaron, po më njerë duhet planifikimit e thatë edhe ju, që është dashur edhe më herët të koordinuemi. Çfarë mendoni që të bëni gjatë këtyre muajve deri në shtator që të riparohen objektet apo nevojat, të shihen nevojat për të krijuar kushte më të mira? Shumë rrjedh e bukur e misionit dhe përmbyllje shumë e mirë me këtë pyetje në fundit, se është shumë e rëndësishme të njoftohet edhe opinioni me se çka do të ndodhë. Ne përveç për te përgatitje për cilat unë flas me kaq krenari që po i bëjmë për mësimin tërditor, kemi edhe shumë punë të tjera për shkollat e tjera, sepse nuk i kemi harru shkollat e tjera pse janë pjesë e mësimit tërditor, dhe kemi përplot investime që presim të bëhen ku më shumë e ku më pak në aspektin e vendosjes së kamerave të sigurisë, tabelave digjitale, kabineteve të informatikës dhe jo vetëm, gëlqerosje, rregullim të nyjeve sanitare. Kemi 16 objekte në komunë Prishtinës me një projekt nga Bergji që do t'i nështrohen renovimit për eficiencë me kulm izolim të jashtëm dhe dritare dhe ndriçim eficient, pra në 16 objekte, dhe për plot të tjera investime në inventar dhe teknologji që përmenda më parë. Për te kësaj kemi para përgatitje të ndryshme me mësimdhënësit në hartimin e një plani që është puna më e madhe që na përgjat verës për te këtyre infrastrukturore, do të punohet në hartimin e planit zhvillimor të cilin nuk e kemi si Prishtinë për 5 vitet e ardhshme. I fundit ka skadu në vitin 2022 dhe nuk kemi një plan në fuqi zhvillimor, në bazë të cilit ne vendosim prioritetet dhe saktësojmë edhe nevojat e buxhetit. Pra, ka shumë punë që na përgjat verës, ju e tha nxënësit shkuan pushime, po për neve vetë sa ka fillu puna intenzive. Faleminderit për kohën dhe opinionin në dhënë. Faleminderit juve rësim. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.